Pages ordo? Edhe një? Ky projekt titullohet Heritage is our brand. Në fakt në shqip trashëgimia na dallon. Është një projekt 2 vjeçar që zbatohet nga organizata jonë dhe një organizatë partner, financohet nga Bashkimi Evropian. Qëllimi është që të promovojmë trashëgiminë kulturore dhe në një farë mënyrë të certifikojmë pak edhe historinë tonë që tregohet në sajtet kulturore, në parqet arkeologjike, në mënyrë që të kemi një storytelling të unifikuar. Kjo është baza një turizmi kulturor. Pra, në qoftë se ne do pretendojmë që të bëjmë ekonomi me turizëm, pa një turizëm kulturor gjithvjetor nuk mund të kemi turizëm të qëndrueshëm. Pra, nuk mund të bazohemi as tek turizmi i detit që është i përkohshëm apo tek llojet e tjera të turizmit. Pra, ne jemi me fokus tek trashëgimia dhe prandaj titulli vet tregon Heritage is our brand, ne duhet krenohemi botës dhe kujdon me trashëgiminë tonë, që për fat të mirë 90% është ende e pazbuluar, është nën tokë. Për fat të mirë ende nuk janë treguar të gjitha historitë. Bartësit e historisë të moshuarit janë ende aty, pra gjyshërit tanë që të na tregojnë qoftë histori që mund të kthehen në produkte turistike. Risia e këtij projekti është që ne kemi dhënë 15 grante, të cilat po kthehen në produkte turistike. Pra, këto grante me historia e Teutës, e mbretit Gent e të tjera, po kthehen në instalacione, në produkte që mendojmë se do i shërbejnë shumë turizmit. Pra, fokusi në pikën fundore, pavarësisht se ne ka disa komponentë projekti, që nga edukimi të rinjve e tjera, apo tryeza si këto që janë me specialistë të fushës. Ideja në fund është që ne të kemi sa më shumë produkte turistike në përputhje me historinë tonë, trashëgiminë tonë. Shumë nga këto narrativa dhe tekste që ne po përgatisim, për shembull sot do prezantojmë një studim historik me 40 histori unike që janë sjellë për lexuesit. Pra, mos kishin vetëm historinë e Doruntin, Kalajrozafës, si këto, kemi sjellë 40 të tjera, që mendojmë se në fund të fundit një pjesë e këtyre narrativave do përfshihen në sajtet historike. Pra, kemi historinë e Antigones, ajo duke u përfshirë atje në sajtet normal që do ketë më shumë vizitor, do ketë më shumë interes që edhe ai turisti të kthehet prapë. Pra, duhet ta lidhim turizmin me trashëgiminë. Ky është fokusi. Ndarje se sa turistë vinë për arsye të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. Turizmi kulturor është në vend të parë. Ne i shohim, po turizmi gjithvjetor që mban Shqipërinë është turizmi i kulturor. Ai është turisti gjithvjetor. Normal më shumë të ardhura na vinë në verë, sepse kombinohet turizmi i plazhit me, po ne do donim nëse do duam turizëm të qëndrueshëm gjithvjetor, trashëgimia është thelbi. Faleminderit. Si të tash Eva. Jo,